A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Në këtë tregim të radhës do të flasim për një histori. Është fjala për një pejgamber të Zotit, është fjala për Yunusin alayhis salam, për të cilin ka zbritur një sure me emrin Surja Yunus. Yunusi alayhis salam ishte një pejgamber i zgjedhur i Zotit. Ai përmendet në Kur'anin famlart. Yunusi alayhis salam treguohet se kishte ardhur si i dërguar tek një popull dhe në atë popull ai i thirrri disa herë në Islam. Mirë po, ati, pra këtij pejgamberit të Zotit, i hupi pra kurajoja dhe sabri dhe ai vendosi që të largohet, pra nga mërzia, vendosi të largohet nga i popull dhe u mërzit të i mase si shkak se ai popull nuk e kuptonte atë. Në momentet e largimit të tij nga i popull, Yunusi alayhis salam, i dërguar i Zotit, duke shkuar, duke hecur ju fundos ania, duke lundruar ju fundos ania, dhe ai ra në det, u fundos dhe e gëlltiti balena dhe përfundoi në barkun e kësaj balene. Dhe ishte në 3 errësira. Në errësirën e barkut të balenës, në errësirën e detit dhe në 3 errësira, në 3 shtresa errësirash. Dhe në momentet e tij kritike ai tha: La ilaha illa anta inni kuntum minadh-dhalimin. Tha: o Zot, nuk ka zot tjetër përveç teje, ti je një dhe i pashok, unë i bëra pa drejtësi vetes sime. Dhe Allahu xhalla shanuhu nga kjo dua Yunusit alayhis salam e bëri që të dal nga barku i balenës dhe errësira e detit dhe e bëri që të dal nga errësia që ishte fundosur. Dhe ky pejgamber i Zotit e falenderoi Allahun dhe i shprehi madhëria e tij. Nga kjo mësojmë se njeriu edhe në raste të vështira, por edhe në momente të qeta, duhet ta përmend Zotin dhe t'i shpreh madhërinë dhe adhurim vetëm atij. Dhe të ketë kujdes dhe sabër sa më shumë, të bëj durim në thirrjen e tij, të mos mërzitet në fjalët që ka thonë të tjerët, por të jetë sabërli, sepse inna Allaha ma'as sabirin.